Por, përmendja nga Buhariu e niyetit ekstra, jep me kuptu rëndësinë e niyetit. E dyta, rishikimin e niyetit, rishikimin. Bani çka të bani vllazni. Pasha Allahin, ai që i rishikon niyetet e veta para ibadeteve, sa më shpesh i bën refresh. Ai ibadetet i nxjerr më të mira, i dalin më të bukura. E ke pa në Taravi, njëri i cili çdo natë thot, për hir të Allahit kam e fal 1 orë gjysmë sot, 1 orë 20 minuta, sepse Zoti jam është aq i madh, aq i vlefshëm, sa e meriton 1 orë gjysmë më ia kushtu Zotit. Edhe i thot vetës, bën sabër o insan, se që Taravi mos e nxan kurr. Deri në kiamet, bën sabër o insan se vjen vdekja, krejt që ato shëtitje, neje në kafe që po i bën, nuk kanë me të bëjë dobi që kjo neje në Taravi ka me të bëjë dobi. Edhe kur të hyn në ibadet, i duket kollaj. Përkundër njonit i cili nuk i mendon, nuk i rishikon niyetet e veta. Prandaj niyeti ka shumë ndikim.